Mbylla! Kapi një ata sy! Mere! Jo, ja ku po shkon? Ja. Po, ja. Tu, po, Po, mirë! Dhe problemi unë zgjidh. u krye dhe u bë. Ja fix. Fritë është enda atje. Gjithsesi, Fritzën do kthehet për 1-2 javë. Unë do të gjej diçka. Në rregull, fëmijë kanë kaluar 2 javë. Çfarë keni bërë? S'kam bërë asgjë. E po le të shohim tani. Këto po, që ishin pa dyshim. Pushimet më të mira të jetës sime. E besoj, Argus, kishe vërtet nevojë të çlodheshe. Ishe shumë i lodhur. Pra ti ndjehesh mirë, po thua? Jam më shumë se mirë. Duke pirë pjerë rëngjethëse, dremitja poshtë palmave, duke kënduar natën. Argus, që në keni akoma këtu? Pa, mendova se u largove para 2 javë. Ja, mora pak pushim. Duhet të falenderoj skuadrën tënde të mekanikëve. Ti je i mirëpritur dhe kjo është hera e fundit që do të flasim për të. Mirë, sigurisht, unë do t'ju raportoj të gjithëve, por vetëm një paralajmërim këtë herë. Mirupafshim zoti energjia të qeshurave. Kjo ishte shumë afër. Ne ishim gati të shkatëruar. Ju keni shkaktuar një ndërprerje të madhe të energjisë, komplotuat për ta mbuluar atë dhe sikur të mos mjaftonte të tuat korruptonit një zyrtar. Mike, ky ishe ti. Qëndron në tem salli, qëndron në tem. A është kjo e gjitha e vërtet? Duncan? Po, zotri. Ky është i gjithë i faji im. E ktheva rrotën në mënyrë që Duncan të mund të ishte mbikëqyrës i përkohshëm. Pavarësisht se si u bë ai mbikëqyrës i përkohshëm, gjithçka ndodhi gjatë vëzhgimit tënd, Duncan. Dhe secila nga këto akuza është arsye për shkarkim. Shkarkim? Mbikëqyrës i përkohshëm, ë? E po, ai duhet të zbres në anijën e tij të përkohshme. Besoj. Pra, zoti Sullivan, zoti Më vjen keq Bazovski. unë jam ai që shkaktoi ndërprerjen. Mirë, Duncan, ai thjesht po përpiqej të ishte një mbikëqyrës i mirë. Është dita e tij e parë si mbikëqyrës. Nëse dikush e